Në ambientet e Galerisë Arteve Shkodër organizua edicioni 8 i çmimit Idromeno, çmimi i art bashkëkohor për të rinj. Fatmir Juka, përgjegjës i Galerisë Arteve Shkodër, foli për rolin e këtij eventi, teksa ky edicion erdhi në kujdesin e kuratorit Sidi Kanani. Ky event shtrihet, si thush, në një event përzgjedhës, jo në një thirrje të hapun. Këtë kam dëshirë ta theksoj dhe një farë sqarimi, sepse po të ishte thirrja e hapun, i gjithë formati i eventit do të ishte ndryshe. Ky është një event i cili përgjigjet edhe fuqive që ka vetë institucioni patjetër, por në të njëjtën kohë ne besojmë shumë në dy role, kur e nisëm dhe përcollëm misionin e këtij eventi, siç është një roli i kuratorit dhe pjesëmarrja e artistëve e bashkëlidhur me idenë kuratoriale. Këto artistë për mu kanë aspektin kërkues, të cilën ata e marrin shumë seriozisht dhe ka nëpërmjet portofoliove që unë kam parë, disa prej tyre duke i njohur personalisht për gjatë disa viteve. Ato kanë vite pra që zhvillojnë e konsiderojnë aftësinë dhe ndjeshmërinë e tyre në këtë fushë të artit si një mundësi për me komuniku, për me kërku, për me analizu, për me dhënë refleksione të ndryshme, të cilat nuk bajnë tjetër vetë se rrisin cilësinë e njerëzores mes nesh në qytetin tonë e Marxhan. Kështu që ka kanë arsye pse këto artistë janë përzgjedhur dhe jo disa të tjerë. Fituesi i këtij edicioni u shpall Besa Mustafai. Jam pak emocionuar nga nuk kurse e prisja, po gjithsesi shumë faleminderit që keni ardhur dhe që i keni kushtuar kohë që ta shikoni të gjitha punët. Uroj që të gjithë të jenë të kënaqur me punët e tyre dhe të kenë sa më shumë biseda me persona të rinj që e përjetojnë punën e tyre. Ekspozita sjell në vëmendje krijimtarinë e artistëve të rinj që po lënë gjurmë në artin bashkëkohor shqiptar.